Jam bashkë me të parin e Mr. X-it që kur ka fillu para 10 vite, për me nga të regu emocionet për gjithë to 10 vite punë dhe shumë shka tjetër. Mr. X, përshëndetje. Përshëndetje, faleminderit. Urime 10 vjetore. Faleminderit shumë, faleminderit edhe juve që keni ardhur. U bën 10 vite si 10 ditë më thonë, shumë shpejt kalun. Gjithë kjo rrugtim ka qenë i pa planifikueshëm, gjithçka në Mr. X ka nisë si një ëndër, si një vizion që ndër këto vite është kthy edhe në një biznes, në një brand ku gjithë njerëzit të cilët duan duken bukur dhe të cilët duan të vishen bukur gjithmonë vishen me Mr. X. Tregom gjatë gjithë këtyre 10 viteve, cila ka qenë sfida më e madhe ndoshta në atë fillimet e tua? Nuk e paramendova që kam e pas që ka shumë emocioneve që tash më kapën kur përshon njerëz të ardhë. A ditë qysh 10 vjetë janë shumë mbaja, që sa thash marrë të shkurta, kur vjen puna të sfidat. Normalisht që kam pas shumë sfidat ndryshme, se nuk është probleme me bo një biznes, po me majt një biznes, ndër 10 vite. Edhe sidomos sfida më e madhe që muj me kujtu në këto momente është sfida kur ka qenë kohën e koronës, kur gjithë ka qenë e sigurt, gjithçka ka qenë në apo bota së bot, edhe kena pas disa dame ekonomike për atë pauzë që nuk kena punu. Mirë po ka herë mendoj që sfidat e mbaja të bojnë edhe më të fortë, të bojnë më të zgjutëzimshëm, edhe të bojnë edhe më të suksesshëm. Kështu që për aty sfidave ku mësu shumë, edhe besoj që më kam bërë shumë më të fortë me qenë i suksesshëm karrierë dhe në biznes. Jemi në kohën e maturantëve, tregom çysh ka shku si vjetë edhe çka ka pas ndryshe ndoshta prej herave të kaluara. Unë në gjithë mendoj thëmë pse e bëj çto eventet në çtë kohë, se që tash është koha ma nxënët e maturantave dhe dasmat vish fillojnë prej kësaj kohe, kështu që është një periudhë shumë e nxënët sa i përket punës. Po, ja fati që unë e kum hapë lokalin e parë para 10 viteve në 2016 në maj, kështu që po duhet me festu tamam qatë kohë, se it makes sense more që ashtu tamam dhe t'linje kur e ka, as më herët, as më vonë. Maturantat, unë e pata një valë punës shumë të madhe në kohën kur bashkëpunova me Big Brother, VIP Kosova, edhe ajo influenca e madhe gjithë banorëve, na ka bo me qenë shumë favorit brendi jonë Mr. X të gjithë maturantët, kështu që kena pas pa fund maturanta, edhe still it's going on deri në fund qershorit, nëse nuk gaboj. Edhe tash kushtrimit se shkoj me knu sonte të qaj restoranti maturantëve, më fut kush ka mu vesh, edhe Laura ja tregoj ke cilët maturanta ju më vesh, kështu që në çdo shkollë, në çdo qytet ka pas njerëz që ju më vesh me vesh të Mr. X, maturantat. Vera që shko me qenë për ty, besoj kime pas punë edhe si vjetë? Po, realisht çdo vetë për shkonem shumë e ma shumë, kështu që po besoj që si vjetë veç që na fully booked deri në shtator, pranon na vish walk-ins, është një sezon e planifikuar me qenë shumë me shumë termine, me shumë punë. Normalisht gjithmonë duke i falenderu stafit tim, të cilët bojnë një punë të mrekullueshme dhe gjithë bashkëpunëtorëve të cilët bashkëpunon Mr. X. A ke mendu me u zgjeru me lokal? Mr. X tani po ofron fittings në qytete të ndryshme. Në Tiranë ishte i fundit, në München janë të shumë, gjithë ato të Europës. Me lokale për momentin nuk shohim të arsyeshme, mirë po vetëm me fittings në lokacione ndryshme, qyteteve ndryshme, i ofrojna klientave tanë mundësim për me i pas veshjet e Mr. X. Se nuk i diçka tjetër për fond, dhe po të falenderoj shumë dhe po të uroj shumë suksese. Për fond, veç njerëz që janë sonte këtu me shiju sa ma shumë eventin e sotëm, diçka tjetër, veç me shiju edhe më knaqen. Falenderoj të tyre.